A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Falenderojm krijuesin e plotfuqishëm, paqja që u mbi të dërguarin Muhammed alayhi salatu wassalam. Ndër emrat e bukur të Allahut xhaleshanehu është El Jamil, i bukuri. Allahu është i bukur, e don të bukurën, e don pastërtinë, e don higjienën, e don drejtësinë, e don pedantërinë, e don atë pra pamjen e bukur, po edhe pastërtinë. Prandaj emri i bukur, më i bukur i emri El Jamil, pra emër i krijuesit ton, Allahut Zotit të gjithësisë. Një njeri erdhi në kohën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe ishte veshur bukur me rroba të bukura, me tesha të mira, dhe i tha: "Ja Resulullah, kam frikë, tha, se jam bë me një mall." I tha i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam: "Kella, tha, kurse si." Tha: "Allahu Jamil yuhibbu jamal." Allahu tha është i bukur dhe e don të bukurën. Prandaj të veshësh bukur, të parfumosesh, të marrësh avdes, vendi ku flen të jetë i pastërt, vendi ku falesh të jetë i pastërt, rruga që hecmi duhet duket bukur, me pemtari, me gjelbrim, me pastërti, jo me gropa, me hendeqe, e me therra, po me pastërti. Besimtari kur e shen një pengesë, e largon atë pengesë për rrugë. Besimtari kur shet diçka që nuk shkon në rrugë, e pastron që duket rruga më bukur, më pastërt. Besimtari kur e shet një besimtar që është ndotur dikun, është bërë me pluhur, i thot: "Pastroje pak, ose e merr ja pastron, e ndihmon." Kur i sheh këpucët, i sheh janë të lame, kur i sheh këmishën është e pastërt, kur i sheh pra higjienën, e sheh çfarë pastërtie, i kujtohen ajetet që Allahu është Jamil, Allahu është i bukur. Normalisht se çka e bën të bukur pra besimtarin? Edhe këndimi i Kuranit, leximi i Kuranit, bukur leximi, bukuria e leximit, normalisht që një kiraxhi ose një lexues ose një këndues i Kuranit duhet të këndoj bukur Kuranin, por edhe ezanin. Dihet se në kohën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam i tha Bilalit: "O Bilal, ngritu, tha, të thirrësh ezanin, na i qetësosh zemrën me bukurinë e zërit tënd." Pra, bukuria e zërit Bilalit, ma gjepsi edhe gjithë Mekasit dhe Medinasit me atë bukurinë e këndimit të ezanit. Aq bukur këndonte sikur një muzikalitet qiellor vinte ajo bukuria e ezanit Bilalit, dhe njerëzit pranonin Islamin turma, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pra, vinin njerëzit turma në fenë e Zotit kur e dëgjonin atë bukurinë e ligjëruesve, atë bukurinë e kënduesve të Kuranit, atë xhemelietin, pra atë bukurinë, sepse Allahu është Jamil. E Allahu don që edhe krijesat e tyre ti mu duk Jamil, pra mu duk të bukura, sepse i ka kriju të bukura. Edhe kur Zoti na ka kriju të bukur, na pse të shëmtohemi? Sot ballafaqohemi për shembull me intervenime të caktuara, do të thonë në trup, në pjesë ndryshme të trupit. Gjithçka çka është fallës është e predispozuar me një ditë mu shkatrua. Gjërat natyrale, ushqimi natyral, vrapimi, gjimnastika, noti, hedhja shigjetës, stërvitjet e ndryshme janë pra të preferume dhe janë për suneteve të dërguarit Muhammed alayhi salatu wassalam, që njeriu si femra, si mashkulli të duket bukur dhe të ketë një trup dhe një fizik të bukur, sikur të shehje ashabët edhe vetë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ata nuk ishin barqe të mëdha, të stërmbushura, e të fryrë, po ishin pedant, ishin të pastërt, ishin sportista, ishin pra njerëz pra të talentuar në artë të ndryshme, sepse ata e ndiqnin platformën pra që Allahu është i bukur dhe e don të bukurën. Pikërisht pra, andaj lindje dhe arti në Islam, pra arti dhe artistikja dhe ilustrimet artistike në Islam, si për shembull zbukurimi i zërit, si për shembull xhamit të duken sa më të bukura, sa më tërheqëse, që njeriu kur shkojnë në xhami i kujtohet xheneti, jo xhehenemi. Mu të duk xhamia, domethënë, jo po thotë është pe shenjave të kiametit zbukurimi i xhamive. Mirë. Çfarë shenjave të kiametit?
Kiamet është me u duk xhamia me ik vrap pe xhamis. A kupton ajo? Sepse kur ti shkon në xhami, duhet me kon xhamia e pastër, vendi ku falesh i pastër. Ambienti i xhamis duhet mu duk ambient tërheqës e jo irritues, mu largu pe xhamia. Edhe vet imami kur flet duhet ketë kujdes kur i zgjedh fjalë, duhet flas me qetësi, jo me urrëtie, jo me ngritje tonit zërit, me piskama, me ulërima, se dikush shkon edhe kur ndëgjon ashtu tu piska tu ulërit, shka kamër mos është smut imami me një muë, ose mos ka ndonjë problem caktum, ose mos ka ndonjë telash caktum, a mos ka ndonjë çrregullim psiqik, a mos ka ndonjë çrregullim shpirtëror imami xhamis, se ta ndihmojnë, bëhemi krejt xhamati bashkë ti ndihmojmë. E me bërtima, me ulërima, na do formojmë xhamate të ulerimave, të bërtimave dhe të piskamave. Po jo, Islami ka pedagogji, Islami ka urtësi, thirrja duhet me bukurinë e vet që ka Islami, me atë manifestimin e bukurisë të Islamit, sigurisht se ne do formojmë pra xhamate të bukura dhe xhamate që do dinë që edhe mesazhin e bukur që e çon imami në xhami, edhe ata me ata jashtë xhamis do dinë ato çka i kanë dëgjuar pe imamit të xhamis hoxhës, ti transmetojnë bukur te populli dhe te masa. Jo me intriga, jo me thashetheme, jo me vikama, me piskama, me tone të pështira, po me bukurinë dhe xhemalijetin që ka pra dhe një ndër emrat e Allahut, ja Xhemil, ja Allah, na bën të bukur, të dukemi të bukur, të flasim bukur dhe ta transmetojmë bukur këtë din të bekuar, të pastër dhe të drejtë. Selamun alejkum.